Me firmosin e Ballkanit të hapur, mira e mira, ferma bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri kanë falimentuar. Prodhimi bujqësor dhe blegtoral ka një rënje dramatike. Numri i krerëve të bagëtive është ulur me 62% krahasuar me vitin 2013. Sot, 80% e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale në tregun shqiptar vijnë nga importet. Bujqësia e cila punëson rreth gjys milioni shqiptar dhe jep 19% të prodhimit të brendshëm bruto merr si një mbështetje nga buxheti gjithsejt 0,19% të prodhimit të brendshëm bruto. Pra, disa herë më pak se vendet e rajonit dhe ndallim nga këto vende, shumica e fondit të parashikuar në buxhet për bujqësinë nuk shkon tek fermerët, por shpenzohet për administratën. Programi ynë për Shqipërinë madhështore në bujqësi bazohet në Made in Albania, rritjen e madhe të prodhimit bujqësor dhe blegtoral, mbështetjen e fuqishme për fermerët dhe suksesin e tyre. Për arritjen e këtij qëllimi, qeveria e koalicionit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore do të 1. Subvencionoj për çdo njësi prodhimi kokë, bagti dhe fidan të mbjellë fermerët dhe rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5,8, po tjerat i merr administrata, totali pra, rritja nga 0,5 në 3,5, saq është niveli mesatar i rajonit. 2. Mbrojtje sezonale e prodhimeve bujqësore. 3. Dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur që po rënon prodhimin bujqësor dhe blegtoral shqiptar dhe zbatimi të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit europian. 4. Karta e AID-s do të jetë nimti i fermerit, mbështetje direkte, subvencion të sipërmarrësve në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, ku çdo fermer do identifikohet me një NIP. 5. Të vëshëja në sektorin e përpunimit prodhimeve bujqësore do të jetë e njëjtë në shitjen dhe në blerje, jo siç është sot asimetrike. Kështu parat do shkojnë direkt te fermeri dhe jo te grosisti. 6. Nafta do të subvencionohet gjerë në nivelin e kostos. 7. Mbështetjet veçanta pa kufizim për fermerët në fushat prioritare të bujqësisë të përcaktuara nga qeveria, fushat e eksportit, fusha e blegtorisë, perimtarisë, pemtarisë dhe agropërpunimit. 7. Subvencionim i normave të interesit deri në masën 80% për kredit bankare kredit bankare në fushën e bujqësisë. Kjo ndërhyrje është emergjente për rritje e injektimit paras në këtë sektor. Nga totali portofolit të kredisë sot, aktualisht vetëm 1% e tij është e destinuar për bujqësinë në një kohë kur ky sektor dhe njëherë prodhon ose është përgjegjës për 90% të prodhimit bruto të vendit. 9. Zhvillimi i infrastrukturës bujqësore do të mbështetet nga investime thelbësore, veçanërisht në ujitje dhe kullim, ku çdo vit do të investohen një shumë rreth $70 milion me qëllim dyfishimin në 4 vite të sipërfaqes së ujitjes. 10. Krijimi i agjencisë studimit të tregjeve dhe orientimit të fermerëve pranë Ministrisë së Bujqësisë ose pranë kryeministrit, që të studiojnë tregun e brendshëm e të jashtëm të produkteve tona bujqësore dhe të bëjnë një orientim makro për fermerët shqiptar për çfarë dhe sa duhet të mbjellin.
Kështu do zbuten shumë krizat e krijuara nga stoqet. 11. Mbështetje me grante dhe kredi të buta fermerëve dhe agropërpunuesve për futjen e teknologjive të reja në prodhim dhe përmirësimi i produkteve për futjen e produkteve të reja në prodhim dhe përpunimin e produkteve bujqësore, automatizmin, digitalizimin, blerjen e traktorëve, makinerive dhe pajisjeve tjera për kryen e shërbimeve bujqësore. 12. Kompensim financiar me çmim dysheme të tregut për stokun e prodhimit të shkaktuar nga shërbimet forta të tregut dhe incentivim për ngritjen e industrisë agro-ushqimore për absorbimin e këtij stoku dhe shmangjen e asgjësimit të këtyre produkteve. Kjo si mënyrë efektive për të shmangur falimentimin e fermerëve dhe braktisjen e zonave rurale. 13. Kryerja falas nga shtetit i analizave të tokës bujqësore dhe puseve të ujitjes të saj. 14. Garantim dhe monitorim të cilësisë së inputeve bujqësore, kontroll dhe monitorim i cilësisë së produkteve tona nëpërmjet laboratoreve të akredituara. 15. Rritje e sigurisë ushqimore nëpërmjet fuqizimit të institucioneve përgjegjëse, futjes sistemeve mbikëqyrëse sipas standardeve të Bashkimit Evropian, rishikimit në themel të kuadrit ligjor për abuzuesit e tregut që dëmtojnë shëndetin e konsumatorit. 16. Rritje kapaciteteve laboratorike shtetërore me qëllim eliminimin me praktikave abuzive të qeverisës aktuale të kryerjes së analizave të kontrollit zyrtar nga laboratoret privat. 17. Ngritja infrastrukturës për kryen e kontrollave zyrtare në pikat e inspektimit kufitar, pasi aktualisht mungesa e ambienteve karantinore dhe frigoriferike kompromentojnë drejt për drejt sigurinë e produkteve ushqimore të importuara. Zhvillimi rural do të jetë një prioritet tjetër madhor i programit ton për Shqipërinë rurale, ku infrastruktura e kësaj Shqipërie do të modernizohet në të njëjtën shkallë me atë të vendeve tjera të zhvilluara të vendeve të rajonit. Ky pra ishte, të dashur fermer, programi me cilin ne besojmë se rikthejmë në fushat, në serat, në tufat tuaja, në pemtoret tuaja, frymen e Made in Albania si krenari për ju, krenari kombëtare. Zoti Berisha, kam vetëm një pyetje. Çfarë po paralajmëroni me Sherifi po vjen? Çfarë po paralajmëroni me Sherifi po vjen? Tani, të lutem, unë jam i prirur, ti e din, se unë nuk bëj dialog me vetën time, ja ku jeni ju. Nuk bëj Edi Ramën. Nuk mund bëj Edi Ramën që të them se Eduardi që kam mendje me pyeti mua këtë pyetje dhe po i përgjigjem asaj pyetje dhe atyre që e pyesin fansat. Ai bën këtë. Ai ka kaluar në një monolog unik, i tmerruar nga gazetarët, i tmerruar nga publiku dhe fansat e tij. Ai ka ndërprer çdo komunikim sikur të ishte në Korenë e Veriut ose në një vend diktatorial ku populli shumëzohet me zero, ndërsa ju keni pa që unë dal këtu çdo ditë para jush me programin, me qëllimin më të mirë që ju në emër të qytetarëve të bëni çdo pyetje, të merrni çdo sqarim për programin. Sot për shembull unë paraqita një program të them më të mirën e jetësime për fshatin shqiptar, për fermerët shqiptar, sepse unë besoj shumë në kapacitetet e jashtëzakonshme të bujqësisë dhe blegtorisë shqiptare. Ato mund të shumë fishohen. Pra krahasuar
krahasuar me atë tjetrin që servir, zhaba, hardhuc, zhapi, çdo ditë. Dhe i dilin e